Një miku im Genci i Paparej, më çoni mesazh, jo për këtë fabul, për fabulën që kishin përpara, për Belën. Çani thot, të lutem, mund të sqarojnë të ftuarit, thot, tani s'kemi kohë të sqarojnë më. Zvicra nuk është në BE, thot, kështu që nuk ka lidhje Shqipëria i të lidhet me BE, se Shqipëria do lidhet me BE, thot, me tren. Por po. Ishte batut, mor, është batut. Do të kalosh nëpër BE për të shkuar në Zvicër. Është batut, më burr. Thjesht e kujtoj që Zvicra nuk ka lidhje me BE. Se më duket se Bela foli. Ai e ka në tekstin në tjetër vend, por gjithsesi ka që Zvicra është një vend ku mund të ambatësh. Ashtu e kishte thua? Ka dhe tjerë në Zvicër e kështu me radh, por Genci i Papar. Është dhe Ben Ahmet ai. Ben, që sa na shikon. Cako. Lajmi i fundit fare ka ndodhur më duket dje apo sot? Dje, ky është një lajm bomb i papar. Këto është një histori brillante, valla. Çfarë është kjo Mërcako? Sepse vetëm ti, më duket se ky tipi me burimet e mia nga stafi jot, ky tipi që po shohim në ekran, që quhet Nazar Imran Hossein. Si? Nazar Imran Hossein. Hossein. Nga është ky? Ky është nga Trinidad Tobagoja. Nga ku bie Trinidad Tobagoja? Është në pellgun e afër Amerikës Latine, në lindje të Kubës, Venezuelës, 200 kilometra në lindje. Nuk është, një sekond. Në Karaibe, aty në pellgun e Karaibe. Po qa, është vend këshuaj me shumicë, ka në një vend me shumicë islamike? Aty është ishull britanik, por britanikët kanë marrë dikur këshu punonjës musliman, dhe këta kanë ngelur aty. Dhe ky jeton në Londër apo jeton të atje? Ky jeton në vendet ndryshme, po dhe në Londër. Ka jetuar, ka vajzën në Londër. Është i martuar me 3 gra, ka një grua. Ky dje ishte në Rina, sako, e ndaluan, po vinte nga Beogradi e kthyen prapë Beograd. Mund të më shpjegoj ç'është kjo histori, tim duket do e kishin në podcastin tënd, okult. Po, ata që e kishin thirrur, kush e fton një herë dhe pse e ndaluan? E kanë ftuar Olsi Azgjiu, e ka ftuar, po Olsi vetë nuk ka qenë këtu. Me disa oxhallar të Shqipërisë mesme, dhe oxhallar Shqipërisë mesme? Me një oxh të Shqipërisë mesme, është një oxh shumë i ndriçuar, që flet shumë mirë anglisht, i shkolluar dhe në Perëndim, dhe ky ka përkthyer një libër të Imranit. Imrani ka shkruar ndoshta 50-60 libra, mësishëm. Është eskatologjisti, ose ai që parashikon të ardhmen përmjet librave të shenjtë, ndoshta mi miri në botë për të parashikuar të ardhmen përmjet Kuranit, por shfrytëzon shumë edhe Biblën kur e krahason me ato që parashikon Kurani. Shumë nga këta sunit, me gjithë se ky është vetë sunit, nga origjina, e kanë luftuar për shkak se Imrani është një dietar i pavarur dhe shpeshherë është në kundërshtim me interesat ideologjike të sionistëve, dhe me sa duket shumë sionistë që nga Arabia Saudite, Jordania, Egjipti dhe vendet tjera rreth e rrotull janë nënshtruar ndaj fuqisë së Izraelit, kurse të vetmit që po bëjnë rezistencë në lindjen e mesme kundër Izraelit janë shiitët e Iranit, kryesisht, domethënë këta janë forca më e madhe kryesore, janë shiitët e Hezbollahut, dhe Hamasin e kanë mbështetur dhe e kanë furnizuar me armatime iranianët, dhe për shkak se... Po përse e ndaluan këtë imam, teolog? Është e pashpjeguar. Ky është 84 vjet, është ndoshta filozofi më i madh islam sot në botë, mendoj unë. Edhe ka shumë njerëz që thonë ky është një ndër teologët më të mëdhenj të islamit në botë. Po ishte para se kjo është shumë e çuditshme cako. Pra ky fatikisht nuk është non grata në Londër. Ky ka qenë edhe 2 herë tjera këtu, po. Nuk është non grata në Londër. Ka qenë edhe tjera këtu. Në gjithë Perëndimin ka një grua ka belge, një ka franceze, shkon në Belgjikë, në Francë. Po mirë, atëre fakti që u ndalua dje në Rinas dhe u rikthye në Beograd, se vjen nga Beogradi. Për ty kjo çfarë është? Si e lexon? Po çfarë është? Këta me këpucë me balte për ata antiterrorit, ju del njëri atje një Amerikan, ju thot një gjë dhe sulën me vrap, domethënë janë njerëz që as nuk dinë asgjë, po ç'ke ti, unë po flas nuk po ti. Tani janë Amerikanë të Trumpit. Po le të jenë Amerikanë, pse ç'a Amerikanët se ndalojnë në Amerikë, këta ky shkon në Amerikë. Në Amerikë këta gringot që janë këtu,
s'kam fuqi fare homologët e tyre aty në Amerikë, si pjerth njeri, kupton. Këtu, bëhen si zotë, sepse gjenë këta me këpus me baltë, ky i pari që kemi ne i nënshtruar ndaj tyre. E ke pak se më pris këtë lojë. Se kam o jo, e kam se jam politikan, jam sovranist, nuk e kam bardhezi. Dua që institucionet shqiptare t'jenë pavarura, të mbështeten shumë. Po që t'jenë pavarura, duhet të kenë, më falë për shprejnë, duhet të kenë byth mërë të ako. Imranin unë e kam takuar njerë, kam grën një drek me ta, dhe është një njeri, është zakonisht i ndriçuar, ky ka qenë dhe 2 herë tjera këtu, unë i kam botu një libër, më prandaj e njoh. Sepse erdi promovova librin me këta. Ka bërë një libër, Dexhali fundi historisë, bazuar mbi eskatologjin, një nga librat më të shitur në botën muslimane, po jo vetëm. Ore, kur jep ky leksione, venë të Krishtermo nga Londra. Prandaj pra është e bukur kjo histori. Çka ka ndodhur që e bllokon Tirana zyrtare vëlla? Këtë janë duke, pra, të lutem përveç tezës tënde, që janë ca këpus me baltë, që marrin urdhë nga amerikanët, më duhet një analizë më fine nga ty. Pak më e rafinuar, sepse ti e kokë. Këtë mund të thotë njëri që ka një lloj inati. Ti jo, ti zëvëndash me inati. Shikoj, mos flas me inat, fare unë se ka mon asnjë interes flas me inat. Po, pra, po them, mundohet tash. Vërtet është fem mbi fe. Dëgjoj, edhe shkoj që tash unë. Mundohet që ta zhvirojmë. Institucionet shqiptare janë të nënshtruara ndaj këtyre. Edhe herë Da, ju thon një llaf edhe këta me njëre. Nuk është lajm ky pra që po më thua tani. Se s'do të bëj debat me ty, se të kam xhan. Lajmi është që institucionet shqiptare janë të nënshtruara. Jo më cako, lajmi është çfarë kanë marrë vesh tani? Cako, ta bëj bisedë. Çfarë kanë marrë vesh tani amerikanët që se lanë hy? Pa diçka ka ndodhur cako. Këtë mundohemi të kuptojmë. Pra pse është i rrezikshëm ky njeri? Ti që ke lexuar libra. Nuk është profesionist, është anti-Izraelin. Sepse është një njeri që lufton Izraelin për genocidin që po bën ndaj popullit palestinez, se ashtu siç u bë holokausti ndaj gjujshve, për holokaustin nuk mba përgjegjësi populli palestinez. Mbas holokaustit populli palestinez i priti ata, dhe ata sot po i vrasin. Më kupton? Edhe kjo... Duke gjetur pretekste ndryshme. Dhe kym, shiko tash. Atere, përse thua që janë gringo, vëlla, se mund t'jetë Mossadi, vëlla, mund t'jetë... Ta shpjegojmë pak më. Ore, një sekund, mund t'jenë izraelitët, më vëlla, bravo. Sionistët janë. Pa te shqin nga tron gringo. Dalin sepse ata ruhen në këto momente, kur gjithë bota po ju kundër vijet, ata ruhen që të dalin ata, si kur janë ata që kanë dalin. As në këtë rast nuk ka dalë Amerikanët, as Amerikanët s'kan dalë. Kjo është thjesht hipoteza jote. Po më të gjohë pra tash të flas 2 sekonda. Imrani, para pak kosh, para një muaj, me 2 rabin gjuish që janë antisionist në Londër, dhe që kanë bërë protestat të mëdha kundër shtetit të Izraelit, dhe që i kini videot në YouTube, dhe që në video ata thonë, janë rabin të shquar në Londër, dhe thonë që shteti sionist tonë ata, një dit do të shkatrohet, sepse është ngritur mbi genocid. E thonë vetë rabinët që fut, kupton, dhe shiko qarë thot njeri nga ata, po ta shikosh video. Thotë, kur ka filluar lufta kundër palestinezve më 48 nga gjujshët, nga shteti i ri Izraelit, sa po kryuar, arabët, palestinezët në Izrael kanë qenë 1,5 milion, kurse sot janë 5-6 milion, me gjithse po luftohen në mënyrë të tmerrshme, thot. Dhe mbas 20 vjetësh, po vazhdoj kjo lloj lufte, ata përsëri do të shtohen. Dhe kur nuk do t'i nënshtrojnë dot. Dhe vetmja rrugëzgjidhje, thon ata, ata janë të ashpër, ata thonë e vetme rrugëzgjidhje është të prishet Izraeli. Nga ana tjetër unë të prishet për paqe, pa luftë. Kurse unë mendoj që zgjidhja më e mirë, aty që mendojnë edhe gjithë perëndimorët, zgjidhja më e mirë është të pranohet bashkë ekzistenca e të dyja kombeve kryesore që përbëjnë sot shtetin e Izraelit. Një sekond, i ke prapë makro dhe mirë bëre. Duhet marrë një vesh lajmin. Erdhëm Ledio, pyetje për ty. Cako, të lutem, ti nuk e di më thonë, ti do më thëmë, për ty e kanë, ti nuk e di nëse ky mund të ketë ndonjë rol ose nëse punon për ndonjë agjenci, ky Imrani. Pikërisht, nëse e kanë hequr Amerikanët, si shtua ti, din diçka. Për çka ka ardhur ky një herë, çfarë do ky në Shqipëri, dhe imagjino, vjen nga Beogradi, nuk janë arsye këto për t'i analizuar? Dëgjoj. Sepse ne s'po merrim fare me këtë, ne po merremi thjesht në parim. Okej, e morëm vesh që është anti-Izraelit. Po, si ka mundësi që ky, edhe për tepër vjen nga Beogradi? Po prit më ta shpjegoj unë. Si e mendoj unë. Nuk është e pafajshme do të them si historik. Ky viziton të gjitha vendet ku ka musliman. Në Serbi është populli Sanxhakut.
Dhe ky, kur ka qenë në fundit, ka thënë që do shkojnë në Sanxhak të vizitoj se është një nga vendet që s'kam shkuar. Pra, është një lloj si quhen këta mo, agitatori ky apo jo? Propagandusi. Teolog, teolog. Teolog, pra. Po me pra rregull, pra ka një rol. Islamin, kudo që vete me muslimanët. Në simpoziume shkencore në universitetet. Tani çka ndodh në Shqipëri që nuk e lënë? Se ky vend ka shumë muslimanë në Shqipëri. Tashi. Ky ka vizituar së fundmi, ka qenë vetëm muslimanët e Ballkanit që nuk i kishte vizituar. Edhe siç tha herën e parë, unë njëherë kam takuar, kam ngre një drek me ta. Kur ka ardhur në fundit ky? Se ti the ka ardhur 3 herë. Ky ishte para një viti në Mosgaboj, ka qenë në dytë. Tash ishte herë e tretë në Mosgaboj që po vinte i ftuar nga këta. Pse ka i shpesh? Pse vjen ka i shpesh? Qa plani kanë më kur? Këtë pun ka ky, viziton gjitha vendet muslimane, ku do vede jep mban leksione. Edhe tash këtu që ka ardhur, ka mbajtur leksione me këta muslimanët e Kavaj. Tani le të bëhemi pak tani, të lutem dil nga ajo qëndrimi jot që ke, se e dim qëndrimi. Tash ti thua kështu që çfarë din shërbimet? Ta mund të kenë zbuluar që ky është antisionist. Po mo është antisionist. Jo, më se ka zbuluar tani atë, se ai ka thot hapur atë. Pra nuk është kjo që ka zbuluar. Kjo është pyetja pra, me që ka të rjetën që është antisionist, çfarë ka dalë tani që e ndaluan tani? Shiko. Ka diçka tjetër më cakon, nuk është kjo më burr. O Arian. Se antisionizmi edhe tilla, po ndalon njëri. Gjithmonë nuk e kanë dashur. Kudo që veten nuk e duan këta sionistët. Kudo që kanë fuqi, në Shqipëri tash në këtë moment kishin fuqi, e realizuan. Shiko, ky thotë është i thari një ide, thotë po fillon epoka thotë Pax Judaika. Po mbaron epoka Pax Americana, thot ky, dhe po lind epoka Pax Judaika. Çfarë është epoka Pax Judaika? Epoka Pax Judaika është ku pa dëshirën e qifutve, asnjë gjë e madhe në botë nuk do të bëhet. Dhe do të bëhet qendra më e madhe botërore, ku tregjet financiare më të mëdha do të jenë në Jeruzalem, në qendrën që duan të bëjnë sionistët, që është Izraeli i madh. Ky mendon që do të bëhet Izraeli i madh, sepse eskatologjia islame, thot ky, e tregon këtë dhe ky flet sipas eskatologjisë islame dhe thot që kemi ardhur në fundin e historisë, kur në fushat e Sirisë do të bëhen luftrat të mëdha, do të dalë Dexhali, kanë ato eskatologjitë e tyre të përafërta, ku të treja librat fetar ose të tre rrymat kryesore fetare, qoftë gjujshët, qoftë të krishterët, qoftë muslimanët, në fund të nxjerrin që do ta fitojnë ata fundin e historisë. Kush ata? Fundin e luftës. Po secili thotë do ta fitojmë ne. Po të shikosh të krishterët e Evropës, nxitojnë të mbështetin Izraelin e madh, sepse thonë kur të krijohet tempulli i tretë i Solomonit, këta thonë do vi Dexhali, muslimanët thonë do vi Imam Hyseni, të krishterët thonë do vi Mesia, dhe secili thotë do ta fitojmë ne luftën. Po në fakt, në qoftë se ndodh kjo, luftën do ta fitojë vetëm Izraeli. Kupton? Që do të imposhtë pasaj të gjitha të tjerët dhe do bëhet lokomotiva e botës. Dhe ky këtë thotë, dhe amerikanëve, sidomos amerikanëve të Trumpit, se kur ishte Bideni në pushtet, ata luftonin për këtë punë, kurse amerikanët e Trumpit nuk duan që të mbarojë Pax Americana. Dhe ky është duke folur për fundin e Pax Americanës. Pra që ligjin në histori, thot ky, dal nga dal do shuhet fuqia Amerikës, thot, Amerikën do të nxisin këta... Si punë e këti ka, dakord, je shumë i sakt, je shumë i qatë në të falenderoj për informacionin. Por, ca kohë, të lutem, prapë ti si në gjithë dhe sot të më thuash, ku ka shkelur kjo, në çfarë draset kalbur që kësenade... E mo ta the mund, duke piu iskë një gringo, e ka marrë vesh, e ka të ne e që rezikshëm kjo blokojni. Këta me vra, ndalojnë në rinat. Ja, mo këshu është, qa ka po? Banale, thua ti? Po këshu më është, qa, a është plak 84 vjeç, o bura, është sjenjë. Edhe i pirë të jesh, nuk ka lidhje mosha. Po ti nuk e kej deno se unë i njofa ata të marri një rog 600.000 lekë, që thojë baban e tyre, po ty vjaj gringuat duke piru iski të dotare, është terrorist, beson, thodo po bëjt tim terrorist, vete arre. Edhe i pirë të jesh një 55 vjeçari vdekur për zgjalli nuk të kall datën. Po prap, shiko. Edhe i pirë të jesh, që nuk është kaq banal. 84 vjeç, teologun më të madh të dekadave të fundit të islamit, një njeri që do të ngelet në historinë e teologjisë dhe filozofisë islame, me shekuj të tërë, do me dhenë është turpi madh që shqiptarët e lanë e këthujem mbrapsh. 14 orë në stol plak 84 vjeç. E këthujem mbrapsh, asem, E këthujem mbrapsh. Nga 12 milion njërës që vizituan Shqipëri, të gjithëm ne... Të paktën ta kishin marë, ta kishin bajtur në hotel, ta kishin trajtuar me dignitet.
Ai është dritë më në kulturë dhe në informacione. Si mund të mbash ti atë teologun më të madh? Nuk bësë nga për inat. Ky ka folur gjithmonë vetëm për paqe dhe për harmoni. Ku më nxirr një teolog ti mua që del me dy rabin të bisedoj? Ha më nxirr një, kupton? Ja, ky para 2 muajve, para 1 muaj në Londër. Pra atëre është misteri i madh. Argumenti që është i ditur dhe nuk është i rrezikshëm, nuk është argument, se më të rrezikshëm janë eksaktësisht diturit. Më kupton pra? Dakor, kjo kështu. Si koncept. Po pra, kjo ka funksionuar. Ore, mos është e kanë gatruar ca kohë. Kam pasur të broj tjetër. Bëjmë xhiro dhe kthehemi, ikim çi leklet jo. Fiti i mënyrë të kanë gatruar. Është një dietar i madh, për shembull. Ja erdhëm Ca kohë. Erdhëm. Ma dhënë fjali. Ibn Temia në Islam, për shembull, që mbahet një nga dietarët dhe teologët më të mëdhenj, është sikur të vinte në Shqipëri, për shembull, dhe të arrestonin. Ose për shembull këta gjujshët ka në këtë profetin e rem, Mesian këtë, që ka kaluar në tokat shqiptare. Kupton? është sikur ta kishin kapur shqiptarët, se s'po më kujtohet emri, ta kishin kapur shqiptarët në shekullin e 17. Edhe ta kishin arrestuar edhe ta kishin ndaluar, që ajo sot është idhulli i gjujshve, kupton? Kush është kjo në shekullin e 17? Po ja ta them unë pak më vonë se s'po më kujtohet. Okej, dakor. Le të bëj. Për këtë se më pyete si quhet ai Qifuti Zabatei Zevi, quhet është një nga profetët. Jo Qifuti, nuk them Qifuti, hebreu. Jo, gjujsh, Qifut do të gjujsh. Nuk janë të gjithë gjujshit hebrenj, ta kam thënë 100. Dimo, po fjala Qifut ka një konotacion negativ. Jo, mos ka negativ, shqiptarët quaj kanë thënë gjithmonë Qifut, ose Jaudi. Jaudi, gjujshit thonë në Perëndim, gjujshit thonë në Francë. Po nuk është një Qifut, nga kjo. Nga ajo është, po këtu ka marrë konotacion pejorativ, pra çudi e madhe. Jo, mos ka, e ka thënë njerë ky përkthyesi që ka qenë ky, si e ka ky përkthyesi që është me origjinë gjujsh, që ka ndruar jetë. Po, ai po e di aty po. Se s'po më kujtohet, ai e ka thënë njerë. Unë jam interesuar me shumë njerëz, edhe nga arabishtja, edhe nga turqisht e vjetër, edhe nga turqisht e re, se ai tha që do të thotë mish i kalbur, mish i varur. Por nuk ishte e vërtet. Domethënë, është thjesht një shkërbërje e fjalës gjujf, mendoj unë nga fringjishtja, gjujf. Zhyf. Zhyf është në jeshmë, zhyf. Po. Dëgjoj. Është në anglisht. Shiko, unë nuk kam... Jo, pritë se duhet sqaroj diçka. Unë jam, do më thënë, nuk jam praktikante asë një feje, që ta... Po pra, do të sqarosh dhe pozicionin Unë jam një njeri që besoj ke Krijuesi, ke Zoti, por nuk praktikoj asë një fe. Unë anoj më shumë nga teozofia. Çfarë është teozofia, është gjë tjetër. Teozofia? Teozofia, po. Ka lidhje me kafshët, zoo? Jo. Teozofia është bashkimi i filozofisë teozofia dhe religionit. Filozofi teologji mund ta thuaj. Është Madame Elena Blavatsky, ka qenë ajo kryesorja që ka. Unë edhe e kam përkthyer, e kam sjell Blavatskin. Blavatsky është e pakrahasuar. Nepotimet? Helga Sikrit. Do më thënë, 2 shpibotuse kanë Shqipëri, mi thënë Helga Sikrit dhe tjertë. Dëgjo. Jo dëgjo tani, deri kemi fabulën tjetër. Jo, e kam fjalën që unë nuk jam se mos kujtoj ndonjëherë që jam besimtar musliman. Unë edhe të vi një dietar i krishterë, të vi një dietar... Ti prapë marmitesh po njësoj. Një rapi që t'jeti ndritur. Natyrisht, unë jam mëndehapur, do t'i takoj, do t'i pres, do përpishem t'i nderoj, kupton? Se këta janë elita e botës, mo, kupton? Po dyshimet e qenit të përfshirë kundër një politike të perëndimit kolektiv, vetëm së është i ditur, ja heq direkt? Po le tjetë kundër, se qa ka? Jo, po praktikisht... Pse mendimin do vrasim ne si në kohën e Enver Hoxhës? Jo, po mendimi përkthehet Po le tjetë kundër, a i thot Gogu dhe Magogu që janë në... Gogu dhe Magogu që janë në këtë Kuran, thot, është botas e sot me perëndimore, thot. Edhe shpjegon, edhe për Dhulkarnejmin, thot, që Dhulkarnejm do të thot 2 epoka, 2 periuda. Një periudë, thot, kur janë mbyllur populata e Gogut dhe Magogut në detin Kaspik, dhe periuda tjetër, thot ai, është periuda që u mor Krimea nga Rusia, kështu e shpjegon kënë përmjet Kuranit. Pra kemi ardhur në epokën e dytë të asaj që quhet Dhulkarnejm. Po këto janë ollësira që njerëzit nuk kuptojnë dhe nuk i Cakon,
Për ta mbyllë të çështje, jo për ty këtë, po e them për publikun që po na ndjek. Kisha të nevojshme ta shpjegoj. Jo, bëre mirë. Që unë nuk kam asnjë lloj, domethënë simpatie fetare për ta. Unë kam thjesht simpati për si një filozof. Kulturalisht. Ai ka dënuar ISIS-in në kohën që bëheshin krime, ju ka bërë thirrje edhe shqiptarëve. Mos shkoni në luftrat fetare sepse janë të organizuara nga shërbimet sekrete perëndimore që t'ju njollosin dhe të vriten njëri me tjetrin. Edhe tash vete kam pranuar agentët e CIA-s që ISIS-i është krijesa tonë. Atë që unë e thesha dikur, e ju këshit frik të gjonit, jo ta pranoni dhe ta... Jo, më frik jo. Jo, s'tem për ty, ata që më ftonin. Qartë. Pse? Se unë jam një para të gjithë tjerëve këtu. Jo një, disa më shumë. Dhe jo të sako, Imran, të të rrëtë mos në zëpre. Le dhe që shkjo zhurëm. Se mos në bjerë, se mos në ullet ajo dha, si në ullat natë. Antiterrori. Jo, në ull një natë ajo, mërë, në u ashtu fike misioni. Qa perde. Sa herë që ka qështi që ka lidhje me Mossadin, me to, paf, nërë pasere në ullin ato, po. Imran Hossein nuk është ndaluar asish në Rinas. Por sepse ka qenë në listën e kuqes sigurisë që më herët, thot. Këto lista nuk bëhen në moment, por paraprakisht mbi bazë të informacione shërbimeve të inteligjencës ose paralajmërimeve nga partnerët ndërkombëtar. Në Shqipëri këto lista krijohen nga Policia e Shtetit, Shërbimi Informativ Shtetëror, SHISH, dhe Ministria e Brendshme në bashkëpunim me Interpol, Europol, ose ndonjë vend tjetër partner, për shembull SBA apo BE. Pra, e dikush ju partner. Një sekond ta mbaroj. Pra, nëse ai është ndaluar, kjo do thotë që ishte shënuar më parë si rrezik sigurie dhe policia kufitare thjesht e ka zbatuar vendimin në momentin e mbritjes. Nuk ka gjasa që lista të jetë krijuar nga amerikanët direkt sapo ai erdhi. Ajo ka qenë aktive që më përpara. Ama nuk ka asnjë informacion, vazhdon burimi, publik që fakton lidhjet e tij me shërbimin inteligjente armike ndaj perëndimit. As ndonjë dokument i klasifikuar i rrjedhur që e përmend. Po thjesht më për çështje ideologjike e luftojnë. Ndërkohë më thon teozofia, nuk mund ta dënosh ti për mendimet. Ndërkohë më thon teozofia është burimi i nazizmit. Cako është i madh e thave këtë. Teozofia është burimi i nazizmit, thotë. Nazistët e adhuronin. Po ti pse e do ti, ti pse e do? Nazistët e adhuronin. Po ti pse? Shiko, familja... Se adhuron dhe ti është pyetja. Shiko, në perëndim, një njeri që elitar, që s'ka lexuar Blavatskin, quhet i njeri kot. Më kupton? Është mistike ruse kjo Elena Blavatsky. Ruse Ukrainës. Ruse Ukrainës është? Po në fakt tamam Ukrainës, se nazit janë më shumë atje. Hitleri sa për djeni, kur është aratisur në Argentinë, me qenë se era fjala, se është aratisur, është sigur. Po pa tjetër, e ka pasur foton e kësaj, ka pasur midis tre fotove tjera. Ka pasur Henry Fordin, ka pasur Blavatskin, ka pasur dhe Frederikun e Madh Prusis, Frederikun e dytë, që është nga gjenin që bëri Gjermanin. Dhe Kuriku nuk mori asnjë nga fotot e këtyre, mori pikturën e kësaj, foton e kësaj, e palosi dhe futin tubin e kundragazit. Edhe me atë ka dalë pasaj me kundragaz doli në atë bulevardin kryesor. Ti e thua sigur ke qenë atje e ke parë, je brillant në mënyrë si rrëfe. Unë ditë gjithë rrugtimin, ka dalë i ka pritur kryetari i bashkisë së Barcelonës. Jo. Barcelonë. Jo. Janë 8 dokumentarë të BBC-së, më vlla. Që? Po më që ka ikur. Ka vajtur njërë në një... Pra, është fake news ajo që thanë që a i vrau vetën atje? Po, fake news. Në bunker? Edhe ti beson këto që japin popullit karamel. Nuk beson, më thjerë, unë jam i hapur nga... Beson këto që kanë vajtur në enë, beson këto prallat që tregojnë ti. Beson që toka është sferë dhe që ndrojnë ujrat e varura dhe beson këto... Jo, qiellin e dimje, që është qielli? Beson që dielli është 165 milion kilometro larg. Jo, qiell. Edhe ftohet moti se shkon Poliveriu 2000 kilometro më larg dhe nga 165 milion bëhet 165 milion e 2 kilometro. Nuk mund e më, jo. Nuk më interesojnë të vërteta apo jo, nuk më interesojnë. Këto prallat që ju tregojnë juve. Jo, s'më intereson fare. Në këtë rast nuk më intereson fare vërteta. Thjesht po të bëj një pyetje, si ka mundësi? Kjo Hitleri që thua ti që ka ikur. Po, Ersirin, kush e kryon Ersirin? Dalëm. E mendoni në kush e kryon Ersirin? Po leja më Ersirin. Kush e kryon Ersirin? Atë më thua që unë kam qesh me lota të ditë. Atë më thuaj mu. Qarë është kompasi dhe skuadra e masonve? Atje i keni të gjitha të shpjeguara, po i keni mendjet e kyçura, qarë t'ju bëjun? Po nuk është se na prish në i punë që s'e di me, kupton? Jo. Jeta vazhdo një lloj. Prish punë shumë.
Se dhe po është e shesh, dhe po është e rumbullakët, ne këtë punë do bëjmë, nuk është të do shkonin në bërim një gjë tjetër. Dhe në mesjet ju theshin mos e kaloni Gibraltarin se s'prishdojmë punë, po të kesë në Erdi. Mi po vajtën, edhe tash po kalove matanka sa tokat tjera bosh, prandaj nuk ta tregojnë. Cakrani të vinë në studio që se ka ardhur. Po tim Cakrani, avokati Metës. Unë flas për njerëzimin, nuk flas për... Lediot, ma sill Cakrani në studio, të lutem, të vjen mikrofonit të vi, se e ka karikën boshtu. Po e presim. Dëgjoj Cako, po unë do ja thoshe vetëm ka gjë që po të ishte vërtet kjo Hitlerit, do kishte një version, një njoftim pra, do kishte një gjë, do kishte dalë një gjë. Nuk ka akoma një gjë që te këtë rëzuar të parën. Si shdanin këto të cilas pra që thua ti? S'do të flas me tash. Lere me kaq këtë histori, ke një emision që kam dhënë një intervistë në Kosovë, që ka vajtur një 400-500.000 shikime, Aratisja Ujkut Gri, aty mund të shikojnë njerëzit, e të kuptojnë qa ka qenë luftë e dytë botërore. Tash nuk po zgjatem këtu se do të trembesh ti po t'i thash... Unë s'tërmen fare. Le tash. Po ish më fare. Sekreti mi madh i botës është Hitleri. Kush e solli në pushtet, pse erdhi? Kush i solli bolshevikët, pse erdhën? Kjo meriton emision tjetër. Kjo meriton emision tjetër. Sot Ukraina dhe Rusia pse po luftojnë? Sepse kanë prishur Kazarin dikur. Dhe nga lufta po fitojnë qifutët. Dhe gjithë Ukrainaset, pasarset e atyre që shkatruan Kazarinë, Kazaria ku bie për ata i setin? Midis detit Kaspik dhe mbi detin e Zi, nga deti Kaspik e deri në Krime, deri në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Hajde, e vërë mikrofonin? Sot... Kujtim, hajde! Hajde ullu. Femrat e Ukrainës, një pjesë e madhe tyre janë këtyre prostituta në Izrael. E dhja bëjo, kjo është akmarja me madhe që ata po bëjnë me pasarësit e atyre që katruan Kazarin. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha qanë, si janë i mirë. Vetëm se jam në një moment tani në racioni me Cakon, e ti besoj njifesh me Cakon. Cakon, se jo, Cakon. Cako, kjo që më the është për emision tjetër kjo, vatë, lutem, mos ma dikë sot. Po unë të thash lere këtë muhabet. Jo, thjesht doja të më kujtoje pak perlën që më ke thënë dikur. Ti do vetë më aktualitet. Po jo, po qa të këtë më, perlën më ke thënë dikur për qiellin, ju më ndoni se ka yje atje, tha. Më ke thënë, qarë është? Yje janë këto këtu. Po qarë është, ma thuaj termin, se harova. Po drita janë më të shkë. Po jo drita më ke thënë një firmament. Me abazhur. Jemi të mbyllur, po tashi... Firmament që varen abazhur, ka thëmë, abazhur të janë njët. Shiko tash ishme forta, NASA po deklaron që një komet e madhe po i vjen tokës dhe ndatër 28 do godas. Sa ko kam që ju them, do prishen logaritë në përbanga, do prishet interneti. Interneti është në një nëndetëse me kablosh, e kanë këta, kupton, do ta prish kometa, s'ka komet. Kur? Qelli është mbuluar me firmament, ne jemi në vaskë brenda këtu, të mbuluar, asë gjesë bje, vetëm po u shkut në nga këto nga vidat, ka pasur raste që ka rendoj dritë, e shkullur nga vidat. Kupton, ne. Mi po njerëzve qarë të thuash, nasa, shkenca, 150 milion kilometro largë, 350.000 kilometro djeli, 5.000 kilometro largë janë më të dyja, në një distancë ka 5.000 kilometro. Qako, Simpsonat, që mendim ke? Qa perle është kjo, më si ka mundë. Jo, e kam seriozisht, për Simpsonat. Po me më të shqitë se kemi atë temën tjetër. Jo, po, një fjali mund... Jo, se ka cakrani tani. Jo, po, se ka cakrani. Tani normalisht... Janë ca si puna ime që punojnë atje. Tani kemi ju në kone avokatit. Kujdes, kemi ju në kone avokatit. Tani dojmë marim kone avokatit, sepse kemi dhe disa minuta me Cakun për këtë fabur tu, shikoni.